E kthyer tashmë në një traditë, në hollin e teatrit Migjeni erdhi koncerti tradicional E dua pianon në udhëheqjen e mësueses Dorina Saraçi. Me përfundimin e vitit shkollor, nxënësit e kursit të pianos performuan vepra klasike, pjesë moderne dhe krijime të thjeshta që pasqyronin progresin e tyre gjatë vitit. Për mësuesen e pianos, Dorina Saraçi, kjo është një formë e mirë që fëmijët të mbahen të aktivizuar dhe të qëndrojnë larg teknologjisë dhe ndikimi që ajo ka duke ia afruar me artin. Nga koncertin koncert repertori është i ndryshëm, ka dhe fëmijë që debutojnë për herë të parë, emocioni është i jashtëzakonshëm. Kena përgatit edhe një surprizë shumë të bukur në fund për të gjithë prind, edhe mendoj se kjo është një mënyrë jashtëzakonisht e bukur që këto fëmijë të shprehin atë që kanë brenda shpirtit tyne. Është më mirë të harxhosh një orë duke mësu notat, se sa një orë duke u verbu në celular. Dhe kjo është problemi i shekullit për të gjithë fëmijët, e s'ka ma bukur se të gjithë me hek vëmendjen larg gjanave të dëmshme dhe me bë gjana sa më të bukura, siç është edhe muzika. Vetë të vegjëlit nuk i fshehin emocionet e një prezantimi të tillë përpara publikut. Mu më pëlqen pianoja se kam pas pasion dhe motra jame ka luajt piano për një kohë shumë gjatë dhe më ka interesu shumë. Unë jam në piano 1 vjet. Në të ardhmen e shoh veten si një inxhinier ose do të kem pasion pianon dhe do të jem një pianist profesional. Pianoja është një instrument shumë i bukur, jo vetëm sepse është diçka që të formon ty më shumë që nëse din me luajt të formon, por në fakt edhe është pjesa emocionale dhe shpirti që mendoj se muzika dhe pianoja kuron edhe gëzon edhe shpirtin. Për mua është diçka një eksperiencë shumë e bukur, është viti i 3 që unë marr pjesë në këtë koncert dhe jam me zysh Dorinën, edhe thjesht jam shumë e gëzuar që më përformu për gjithë, por edhe normal edhe emocioni pak përpara është gjithmonë. Aktivitetet të tilla jo vetëm që nxisin zhvillimin artistik të rinjve, por edhe kultivojnë vetbesimin dhe dashurinë për muzikën, duke e bërë artin një pjesë të rëndësishme të formimit të tyre.